Unë jam dakord me avokatin 4-5-4-1, po unë do të thosh jam më mirë 5-3-1-1, pra nëse do luj Muçi, le të luj pas brojës. Ajo është ideja. Po, ajo është, po, ta janë, nuk kemi më të mirë, të besojmë, janë djemë talentuar, na kanë bërë të lumtur, shkojmë kundërshtari shumë të fort, se është Zielinski, nuk është lojtar, bën diferencë nga këta tanët, lojtari që luan në Gjermani, Arova, emrin si ai është shumë i mirë, por Federata Polake ka bërë një pakt për herë të parë në historinë së shumë të keq në dëm të skuadrës tonë. Ka pranuar ultrasit të vinë në stadium, më përpara i kishte dënuar. Pra si tifozët ku që e zinë, mos vinë në stadium. Këtëra dhe ka bërë. E dyta, unë kam djelë në motrës, kanë kërkuar bilet, 32 pjesëtar të familjes ti, polak të gjithë përveç këtia, dhe nuk kanë marrë asnjë bilet. I ka kontrolluar biletat federata dhe u ka dhënë ultrasve, grupeve më dhe dihet që tifozat polak janë ndër më problematikët në Europë dhe është bërthirje dhe për kujdes, patjetër, dhe për shqiptarët që do jenë besoj pjesë. Kjo pjesë. ata kanë vlerësuar seriozisht, që ti kthehemi vetes tonë. Ne nuk kemi çfarë humbasim. Ne do të luajmë me veten tonë, për veten tonë, me mobilizim. Duhet të besojmë ke zgjidhja që bën trajneri Silvio edhe Silvinho, sepse themi që jemi aty, jemi skuadër e mirë. Nedim Barami, po, sa herë që është futur është ndër ata lojtarë që ka bërë 7-8 gola me kombëtaren. Edhe si ndërrues ka hyrë dhe ka bërë gola.